Përshëndetje miq të Radio Eani dhe ju dashamirës të Biofolk. Në këtë puntat të programit ton kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Ilir Tafaj, president i fondacionit Arben Tafaj. Zoti Tafaj, është kënaqësi që të kam në Biofolk dhe që na mikpritje në ambientet tuaja. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja gjithashtu. Dhe natyrisht do të flasim sot për një traditë të hershme shumë vjeçare të sofrës Tiranës, që kanë fakt mbi 25 vite histori. Cili është mesazhi që përcjell ky spektakël tek publiku i Tiranës, por edhe më gjerë? 25 vite histori sigurisht që kanë në të shumë dinamika dhe shumë prurje, sepse realisht edhe muzika vetë e Trevës e Tiranës sigurisht që sikurse gjithë kryeqyteti tash një metropol ka patur ndikimet e veta. Ndaj përgjegjësia e madhe e këtij eventi është që të ruajë dhe ta mbajë fort këtë aksin, këtë boshtin kultural të muzikës, të cilën nga vitin në vit ne e sjellim me format e ndryshme, por pa diskutim duke patur atë lidhjen me traditën. Sofra ka në vetvete një bashkim të shumë elementeve, të cilët prekin dhe nxisin krenarin e Trevës e Tiranës, por jo vetëm. Sigurisht edhe në intervistat e tjera unë kam thënë që një komb i cili ruan dhe punon shumë për ta mbajtur folkun, sigurisht e ka të garantuar dhe identitetin e tij. Dhe këtë mesazh ne mundohemi që ta japim edhe tek të rit dhe të gjithë grupmoshat që janë prezent në sofër. Po si arrini të bashkoni artin, muzikën, pra folklorin dhe traditën në një event të vetëm? Sigurisht që këtu duhet ta përmendim që themelet e këtij eventi të mrekullueshëm i hodhi Arben Tafaj, i cili për më shumë se 25 vite ishte producent i këtij eventi dhe e mbajti fort atë që sapo tham ashtin kultural dhe solli mesazhe shumë domethënëse për të gjithë grupmoshat në lidhje me muzikën dhe me krenarin e Trevës së Tiranës. Sigurisht që me ndarjen e tij nga jeta, ne si fondacion do ta vazhdonim këtë dhuratë amanet të tij për kryeqytetin e Tiranës. Dhe në edicionin e këtij viti, në sofrën e 2025-s, sigurisht që ishte pos se një homazh për ikjen e Arbenit, ishte gjithashtu dhe një mesazh shprehje për gjithë ardashësit, të cilët erdhën aty dhe e panë që kjo dhuratë, ky xhevahir i çmuar në lidhje me kulturën dhe traditën që i mbledh çdo vit Tiranësit, jo vetëm që nuk do të bjerrej, por do vazhdonte me tone dhe me koloret akoma më të larta për të justifikuar të gjithë rrugtimin të përsosur që ka pasur sofra për vitesh. Për të ardhur përgjigjes së pyetjes që se si arrim ti bashkojmë elementin e muzikës, traditës, kostumografisë apo dhe gastronomisë, le themi, në atë parahyrjen e art që ne organizojmë tek sofra, këto i dashur qëndrojnë në karakterin e Tiranësit. Tiranësi është një kombinim i mrekullueshëm i të gjithë këtyre elementeve që sapo tham. Kështu që vjen shumë natyrshëm. Kjo vjen natyrshëm që nga këngëtarët të cilët bëhen pjesë aty. Vjen shumë natyrshëm nga nivelet e këngëtarëve të cilët me dashuri të madhe vishen me kostumet e qytetit të Tiranës, por dhe të Treve përreth në varësi të programit. Por sigurisht që ofrohen me një kënaqësi shumë të madhe dhe shumë prodhues të ushqimeve, të pijeve në hyrje të eventit për të ndarë së bashku atë pjesë të dashurisë edhe të sofrës në gjithë kuptimin e vet të fjalës. Dhe në fakt unë vetë personalisht kam ndjekur disa nga edicionet e sofrës Tiranës dhe në një nga edicionet, më kujtohet edicioni 27, ne kemi bërë një reportazh të bukur dhe kam vënë re gjithmonë që përveç artistëve të Tiranës, ju keni sjellë artistë nga treva të tjera të Çamarisë, të Veriut, Kosovës. Kjo padyshim pra për të mikpritur dhe artistë të tjerë për t'i bërë bashkë me artistë të Tiranës. Si bëhet përzgjedhja e këngëtarëve dhe nëse mba mend ndonjë
moment të veçantë nga edicionet e Sofrës Tiranase? Bashkëudhëtimi me im personal me Arbenin, jo përveç se ishim vëllezër, por ne kemi ndërtu bashkë çdo qelisë të eventit, rast pas rasti, dhe sigurisht që kam parë shumë nga dinamika dhe ajo çka u fut si risi në vitet në vijim ishte pikë së pari që Sofra u kthye në një mbrëmje gala. Aty për post performancave muzikore kishte dhe dhënie çmimesh. Pra realisht u shqej ajo pjesë e krenarisë së këtij komuniteti me kaq burime dhe me kaq resurse në gjitha fushat, në gjithë lëmit e jetës. Dhe sigurisht që nga viti në vit, se nuk janë pak, janë çerek shekulli, sigurisht që dhe Tirana vetë ka pësuar rritjen dhe duke qenë një kryeqendër e shqiptarëve, natyrshëm, ashtu siç është zemra e Tiranësit, ashtu duhet të presi dhe prurjet dhe interpretimet e trevave të tjera, të cilët për hir të vërtetës janë kombinuar shumë mirë me muzikën e Shqipërisë Mesme dhe kryesisht të Tiranës. Dhe momentet janë pafund. Unë kam pasur një duet të mrekullueshëm në një prej sofrave me Zenel Dolin, një këngëtar shumë i mrekullueshëm, dhe me këngëtar të tjerë, por realisht ka qenë është një kombinim i tharmit të gjithë trevave, të cilët kur sillen në sofrën e Tiranës marrin një ngjyrim tjetër. Ndoshta këtë nuk dim ta sqarojmë ashtu siç duhet, ta shpjegojmë, por le ta shpjegojnë ato që na njohin nga jashtë, që si ka mundësi që çdo muzikë e sjell në atë sofër, e sjell dhe e veshur me kostumin e Shqipërisë Mesme, merr një butësi kadifjeje, le të themi, që përgëdhel zemrat e gjithë shikuesve dhe gjithë ardashësve që vinë aty. Pa diskutim që çdo këngëtar ka një material të traditës, një këngë, le themi, të vjetër për ta interpretuar, dhe bashkon dhe një këngë të prurjeve të reja për të parë realisht atë linkun e fortë që mban, le themi, këngët 100 e sa ose 200 vjeçare me këngët e reja. Dhe pikërisht ky është mesazhi, që ne do të ndërtojmë kulturën e re në këtë lloj zhanri, por duhet të lidhemi shumë me traditën. Një emocion të veçantë që mbaj mend në një prej sofrave, më duket ka qenë 2007 ose 2008, isha brapa Quintave, edhe unë do performoja, por para meje do ishte Merita Alili. Dhe sinqerisht e shikova, u afrova, po dridhej. I thash, si ka mundësi, thash, ti je super këngëtare, këndon në skenat mbar botërore, edhe realisht ke një jetë me këtë. Ilir tha, është përgjegjësi e madhe. Unë sot jam këtu tek ato që më rritën. Jam pikërisht ke ardashësit, ke tiranësit e mi, ato që më rritën, dhe përgjegjësia ime është maksimale. Ndaj rënqethem, tha, kur futem në skenë, dhe e kam shumë përgjegjësi që t'i jap atë çka ato besojnë tek unë. E të tjerë. Pra është një emocion i papërshkrueshëm. Pastaj një emocion shumë i veçantë në Meritën. Të nuk e harroj. Shumë i bukur. Zoti Tafaj, cilët nga elementet tradicional si muzika, kostumet apo dhe ushqimi krijojnë më bukur atmosferën e sofrës tiranase? Unë them që është nëse do t'i rendisja, me kostumet, me muzikën dhe pastaj me ushqimin. Por nëse do t'i rendisja, por në fakt këto bashkëjetojnë të tre këto element bashkë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, në momentin që ne imagjinojmë, le themi, një muzikë, një valle të Shqipërisë Mesme, le themi Napoleonin, nuk ka se si mos ta imagjinojmë vajzën dhe dhënden, apo vajzën me dimikte me merit, apo djalin të veshur me kostumin tradicional të Tiranës. Por nuk ka se si që të kuptojmë një angazhim të tillë, një festë të tillë, pa ato ëmbëlsira që bënin gratë apo anvisat apo ijet e Tiranës. Pra realisht është një treshe e pandashme, dashur Gazi, kështu që ne mundohemi ta mbajmë fort këtë lloj lidhje në këtë event të mrekullueshëm. Si ka evoluar koncepti i këtij eventi nga edicioni i parë dhe deri sot? Ka evoluar në disa dimensione. Në radhë të parë janë shtuar
materialet që këngëtarët performojnë, siç e thash që një këngë duhet ta këndojnë të vjetër, që tregon mirë lidhjen emocionale dhe karakterin që ky këngëtar ja jep atyre interpretimeve, që për fat të mirë ne kemi shumë prej tyre dhe është nderi i sofrës që ato janë pjesë e saj, dhe një material të ri që tregon lidhjen e kompozitorëve, të cilët kanë përgjegjësi që një produkt ta lidhen me traditën. Kjo pikë së pari. Së dyti, ja kemi borxh publikut të Tiranës që kur ato të vinë të kenë një mikpritje sa më të mirë dhe realisht ajo sofra gastronomike që shtrohet në fillim para spektaklit është një dashuri në vete, është një pritje ashtu siç din të presin tiranësit me buza gaz, me ushqim, me dashuri e me ëmbëlsi. Ajo çka nuk ka ndryshuar është dhe nuk besoj se do ndryshojë sa të jetë sofra, është fakti që në sofër shikon 3 breza. Kjo është rënqese. Si ka mundësi që një produkt i tillë, një koncert i tillë mbledh 3 breza, shef gjyshen, shef gaban, shef dhe nipin, ose mbesën, para shef të 3 brezat në atë sofër. Çfarë tregon kjo? Kjo është një mesazh shumë i qartë. Për trashëgiminë kulturore. Kjo muzikë, po ato nuk mund të sjellësh dot mekanikisht. Ato vinë përveç se shpirtërisht, me asnjë lloj arsye tjetër. Kjo tregon që muzika e Tiranës lidh shumë mirë linkun shpirtëror të 3 brezave. Pra është ajo butësia që ne mundohemi ta japim. Dhe këngëtarët janë gjithmonë live dhe një kontribut ka dhe orkestra që luan. Absolutisht. Edhe është një gjë shumë e bukur sepse gjithmonë publiku don artistët të jenë live, jo me superpozim. Kështu që orkestra ka një kontribut të rëndësishëm shumë në aty. Pa diskutim, është live sepse realisht ne duam të sjellim emocionin dhe standardin ashtu siç e meriton ai publik. Orkestra sigurisht lodhet me prova të pa kursyera shumë ditë ose javë përpara për performancën sa më të mirë, dhe kjo e sjell atë emocionin ashtu siç duhet edhe teleshikuesve. Zoti Tafaj, pasioni juaj për këngën popullore tradicionale dhe disa bashkëpunime shumë të rëndësishme në sofrën tiranëse si me Marcela Çibukaj, Eva Golemi, Manjola Albani dhe me yllin ton shqiptar Ermonila Jaho. Si ndjesh kur interpreton këngët popullore të Shqipërisë mesme dhe si e ndjer kur ke qenë për krah këtyre artistëve të mëdhenj? Atëre, unë jam rritur në një terren të tillë, në familje kam paskënuar edhe imat, edhe nëna ime ndjer, po dhe Arbeni vetë, dhe realisht edhe vite përpara unë kam kënu vetëm tek sofra. Por vënia në traditë e duetave me personalitete të tillë, realisht ka qenë sprov jo shumë për mua, po për ata vetë. Sepse ata janë këngëtarë të niveleve të larta dhe një pjesë e tyre janë dhe këngëtarë operistik, siç është zonja Eva Golemi apo dhe e mrekullueshmja Ermonela Jaho, të cilave ju ka dashur të adoptohen me muzikën e Shqipërisë mesme. Por sigurisht ka pasur përgjegjësi sepse kemi zgjedhur materiale që t'i përshtatet shtrirjes vokale të tyre dhe ka dalë perfekt. Në fakt janë këngët me shtrirje janë pak më të vështira, edhe pse janë shumë të bukura, kuptohet. Po jo për ato të operës. Ato mund të jenë vështira për nivelin ton, por gjithsesi ato i kanë dhënë atë koloritin e papërshkrueshëm që janë manitur gjithë spektatorët. Dhe tani ndarim pak tek Fondacioni Arben Tafaj dhe misioni i tij. Është traditë botërore që me ndarjen nga jeta të personaliteteve të cilët kanë dhënë një kontribut në sektor të ndryshëm të kulturës apo artit apo historisë, të krijohet një fondacion me emrin e atij personi për të mbajtur gjallë dhe për të vijuar traditën. Kështu vendosëm edhe ne fillimisht si familje, tashmë me shumë mbështetës dhe me shumë dashamirës të Arbenit dhe punës mbi të gjitha punës së tij ndër vite, sepse nuk janë pak, janë pothuajse mbi 25 vjet që Arben Tafaj në krye shoqatës Tirana ka dhënë një kontribut të madh jo vetëm në aspektin e muzikës apo artit, por edhe të historisë
historisë e mbrojtjeve të vlerave të kësaj lloji treve dhe krijuan fondacionin për të vazhduar atë mision që Arbeni e la në mes. Arbeni hiku në një moshë shumë aktive, kishte bërë shumë, por kishte akoma për të bërë dhe ne shpresojmë që këtë mision të mbajtjes lart të dinjitetit të kësaj treve të Tiranës dhe përreth, të historisë, të lehtësisë, së gjuhës, të traditave, ne ta mbajmë me ashtu siç e meriton dhe siç do donte Arbeni. Dhe një ndër këto, kulminacion i aktiviteteve tona është edhe Sofra e Tiranës, të cilën ne nga ky vit në vijim për nder të Arbenit që kishte punuar kaq vite me ai shpirt, e quajtëm Sofra e Tiranës Arben Tafaj. Dhe pam që publiku e mirëpritë dhe sinqerisht domethënë përtej edhe emocioneve kishte edhe lot në sallë në sofrën e kaluar nga fakti që po bëj eventi pa Arbenin, por në fakt duke sikur ishte aty. Dhe kjo është mision shumë shpirtëror dhe shumë me ne tiranësit themi me një jetë të mirë, pra me një qëllim të pastër për të vazhduar përpara. Dhe keni në projekt një botim, një libër kushtuar dedikuar vllait tuaj. Po, në fakt edhe në biseda me miq, ashtu sikurse me ju, nuk ka qenë vetëm vllai im, ai ka qenë vllai dhe shoku dhe përkrahasi shumë miqve të tjerë tiranësve fisnik të ndershëm, të cilët kam parë aty gjithë atë vullnetin dhe dëshirën që do donte secili të ndërmerrte hapër të tillë siç ka bërë Arbeni. Dhe në kuadër të një vjetore të ndarjes nga jeta, përpos gjithave ne kemi një simpozium që do ta organizojmë dhe do të kemi në botim dhe librin ku përmbledh gjithë veprimtarinë e Arbenit gjatë atyre viteve. Edhe them që i bëjmë një retrospektivë të qartë dhe të pastër të gjithë aktivitetet të tij. Cilat do të jenë risitë e Sofrës Tiranase për vitin që do të vi, pra 2026, në pranverë ndoshta? Nëse do më mirë kuptonit që mos i zbuloj të tëra, është një mesazh shumë i fortë që ne duam të japim lidhe me brezin e ri, që do thotë me patjetër Sofra duhet të kthehet si një arritje suksesshme e talenteve të reja për të hyrë aty, që do thotë mund të ketë një para koncert ose një para konkurs me të ri dhe të reja interpretues të zhanrit të këngës popullore qytetare të Tiranës dhe nga këtu mund t'i kalojmë tek Sofra e Tiranës. Kjo është një risi të cilën ne mundohemi ta sjellim në mënyrën më të mirë të mundshme. Çfarë do doni që publiku dhe brezat e ardhshëm të mbanin mend nga Sofra Tiranase? Unë them që aty sa po futet audienca, sa po futen Tiranas, zonjat, gratë, të ri, të rejat, ato elektrizohen nga magjia që sjell ai spektakël. Dhe unë them që ajo çka është e dëshirueshme për çdo producent që kur të dalin nga salla, kur të mbaroj spektakli, të thotë sa u kënaqem dhe kur do bëhet sofra tjetër. Ky është mesazhi më i mirë që tregon që i ka dhënë ato ushqim shpirtëror spektatorëve ashtu siç e meritojnë. Zoti Tafaj, unë të falenderoj për këtë bisedë mjaft të këndshme. Të uroj të keni shëndet në radhë parë dhe suksese në këtë mision me Fondacionin Arben Tafaj, me Sofra Tiranase dhe çdo gjë që ka vlerë për tiranësit dhe për mbar popullin shqiptar. Ju faleminderit të nderuar, jeni të mirëpritur me profesionalizmin tuaj në sofrën e radhës dhe të ndajmë bashkë surprizat dhe emocionet. Faleminderit.